Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 11, vargjet 14 deri 26. Lexojmë bashkë nga fjala e Zotit. Dhe Jezusi po të bonte një dëmon që ishte me mec. Dhe ndolli që kur dëmoni doli me meci foli dhe turmat u mrekulluan. Por disa nga ata thanë, ai dëbon dëmonet nëpërmjet Belzebubit, krehut dëmonëve. Por të tjerë, për ta tunduar, kërkonin prej tij një shenjë nga qielli. Por ai duke i njohur mendimin e tyre u tha, çdo mbretëri e përçarë në vetvete shkretohet, dhe çdo shtëpi e përçarë në vetvete rrezohet. Po të jetë pra edhe Satani i përçarë në vetvete, si do të qëndrojë mbretëria e tij, sepse ju thoni se unë i të bëj dëmonet nëpërmjet Belzebubit. Por nëse unë i të bëj dëmonet nëpërmjet Belzebubit, nëpërmjet kujt i të bëjnë ata bijtë tuaj? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por nëse unë i të bëj dëmonet me gishtin e Perëndis, mbretëria e Perëndis pra ka ardhur te ju. Kur i forti i armatosur mirë e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në paqe. Por kur vjen një më i fortë se ai dhe e mund atë, ja merr të gjithë armët, në të cilat kishte shpresë dhe i ndan plaçkat e tij. Kush nuk është me mua, është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, shka përdan. Kur fryma e ndyrë ka dalë nga njeriu, endet në vendet thata e pa ujë, duke kërkuar prehje, dhe duke mos gjetur thot, do të kthehem në shtëpinë time prej nga dola. Dhe kur kthehet e gjend fshirë e stolisur, atëherë shkon e merr me vete 7 frymra të tjera me të liga se veten, dhe ato hyjnë dhe banojnë aty. Dhe gjendja e fundit e atij njeriu bëhet edhe më e keqe se e para. Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Le ta mirëpresim atë si tillë. Do shohim sot historinë e një memeci që nuk mund të lutej. Një memeci që nuk mund të lutej. Në fakt, kjo është vetëm një varg tregon gjithë historinë, por thelbi i kësaj historie është blasfemia e farisenëve apo kontradita djallëzore, ajo kontraditë që ati pra mrekullinë e Jezusit ja atribojnë djallit. Pyetja që kam për ne sot është: a ke folë me Zotin këtë javë? A je lutur? Qose do të ekzaminoheshim me një lloj tip kamera që do të na shikonte orët e ditët tona, mendoj që gjithë ne, duke filluar nga unë, do të gjendeshim fajtor, që nuk kemi folë sa duar, apo ndoshta fare, apo pak, po s'kemi biseduar apo lutur kundrejt Zotit ton. E pyetja tjetër është që ngrihet është: a je i kontrolluar? A je i kontrolluar, i mbushur, i kontrolluar prej shpirtit shajt? Në historinë e Martës dhe Maris, pra vini re që jena në disa histori rresht atje, kemi predikuar historinë e Martës dhe Maris, kur Jezusi u ndal në shtëpinë e tyre ndërsa udhtonte për Jeruzalem, pa rëndësinë, pra prej mes asaj historie, pa rëndësinë e të qëndruarit dhe të dëgjuarit fjalës Perëndis. Pra kur Zoti flet me ne, kur Zoti na flet, ne duhet dëgjojmë me kujdes. Pastaj në paragrafin pas ardhës, atje ku shihet lutja shëmbullore apo shëmbulltyra e mikut bezdisshëm, një dishepull i drejtohet Jezusit dhe i kërkon atij që të ndihmësoj të luteshin. Dhe pa rëndësinë e lutjes pra të folurit me Zotin. Pra në historinë e parë, kur Zoti na flet ne duhet dëgjojmë. Në historinë e dytë, rëndësinë si mund t'i drejtohemi e lutemi, dhe Jezusi na mësoi t'i drejtohemi atit Perëndis, pra si atit ton. Në këtë pjesë që do të shohim sot, takojmë një burr që nuk mund të lutet. Nuk mund të lutet. Ai s'mund t'i drejtohet Zotit e askujt tjetrit, sepse është me mec. Gjithsesi historia përmbledhet, siç thash, në një varg. E gjithë pjesa tjetër që shtjellon Luka është kontradita mes Jezusit dhe krerëve fetar, që ja atribojnë këtë mrekulli Satanit dhe blasfemia atyre kundrejt Jezusit. Kjo pjesë tregon jo vetëm këtë mrekulli të mëshirshme të Jezusit, por edhe urtësinë dhe logjikën që tregon dhe fitoren e tij ndaj ligut, jo vetëm me urtësinë e tij, por edhe me fuqinë e tij.
Në pjesën e parë të shohim në dy ndarje të vogla dëbimin e demonit. Dëbimin e demonit. Të gjitha aftësitë e kufizuara janë të vështira. Pra kur dikush ka një aftësi të kufizuar, ndoshta ka i paraliz, i kraj, kam apo shef as dëgjon as flet. Por ka diçka të trishtueshme, kur bëhet fjalë për memecërinë tek një person, pra për pa aftësinë për të folur. Pse? Të folurit apo të shprehurit apo komunikimi është një karakteristikë e veçantë e natyrës njerëzore. Në fakt të krijuar në imazhin e Perëndis. Perëndia na krijoi që të komunikojmë, që të flasim, që të bashkëbisedojmë. Mani me në historinë e kopësht. Edhe kjo shqis të folurit, në fakt, edhe mungesa e kësaj, handikapi i kësaj, ndikon shumë edhe e cënon natyrën tonë njerëzore, sepse disa shqisa tjera i kanë edhe kafshët. Edhe kafshët dëgjojnë, edhe kafshët shikojnë, edhe kafshët nuhasin, disa kafshë nuhasin më shumë se sa qeni, për shembull nuhat më shumë se sa njeriu. Por kafshët nuk flasin. Dhe kjo karakteristikë është e veçantë, kjo shqisë është e veçantë për njerëzit, për të folur, për të biseduar, për të komunikuar me Perëndin. Të heshish këtë karakteristikë, pra që e dallon njeriu në fakt, dhe të jesh me mec, në veçanti në atë shoqëri ku bëhet fjalë, ku pak veta lexonin e shkruanin, se ndoshta sot nëse ndoshta smunesh me fol, mund të shkruash, mund të lexosh disi, edhe pavarësisht se s'mund të komunikosh, të flasësh. Por të mos kesh të folurit në atë shoqëri është sikur një person, shpirti i tij është i burgosur brenda një trupi të tij dhe nuk komunikon me pjesën tjetër. Je si i burgosur, nuk mund të shprehesh atë çfarë ndjen, ke dëshirë, s'mund të thuash, s'mund të lutesh, s'mund të kërkosh. Dhe çfarë bën edhe më të mërshme këtë rast që shohim sot të person, është sepse ai nuk kishte vetëm një tmet apo kufizim fizik, nuk i kishte problemin se i mungonte gjuha. Nuk ka se ja kishin prej gjuhën, por sepse gjuha e tij ishte e lidhur nga një fuqi demoniake. Më sipër Jezusi u dha dishepujve një model lutje dhe i mësoi parimet e saj. Drejtoni Perëndisë si atit tuaj, e kërkoni atij sepse është i dashur, edhe është në gjindur dhe si ati që ku i kërkon pesh nuk je i zgjarpër, edhe e pam këmbguljen lutje me radhë. Por ky burr nuk mund t'i drejtohet Perëndisë. Ai s'mund t'i flasë Perëndisë. Ai s'mund t'i kërkojë Perëndisë. Jo të mira tjera për t'i kërkuar, o Zot më jep në shtëpia, në makinë, në ku diun. Pa ai s'mund t'i thot as Perëndisë, të lutem Perëndi më shëro. As të fjalë, as këto fjalë, është të lutem Perëndi më shëro. Armiku e ka kuptuar që Perëndia na ka krijuar për të komunikuar me të, që t'i lutemi atij dhe e ndaloi këtë tek ky njeri. Vini re vargun. Jezusi po të bonte një demon, thot. Mateo thot, i sollën, dhe Mateo tregon që i sollën një të verbër dhe me mec. Mateo thot që ishte edhe i verbër shton, që ose është i njëjti rast, i verbër dhe me mec. Dhe vini re, ai nuk mund të shkonte te Jezusi nëse ishte i verbër. Ai nuk mund të shkonte, nuk shef. As nuk mund, edhe nëse ka shkuar, ai nuk mund t'i kërkoj Jezusit që ta shëroj. Në këtë situatë zymt, në këtë situatë zymt, Jezusi ndërhyri me iniciativën e tij, lavdi Perëndis. Lavdi Perëndis. Jezusi ndërhyri me iniciativën e tij. Lavdi Zotit që ai nuk priti që ky person i burgosur ta ftonte apo t'i kërkonte që të ndërhynte në situatën e tij që ta shëronte. Për gjithë ata shpresojmë kishën tonë që besojnë një të pavërtetë madhe që thonë Perëndia nuk mund të bëj gjë nëse ti nuk i kërkon, apo nëse ti nuk i jep leje. Ai nuk mund ta shkel vullnetin tënd nëse ti nuk i kërkon, nuk i thua Zot më shëroj, nuk mund të shëroj ty, nuk mund ndërhyj tek e drejta jote pa ja kërkuar ti. Jezusi veproi kundër vullnetit të armikut. Djalli nuk donte që ndërhynte Jezusi,
Jezusi veproi kundër vullnetit të armikut dhe pa ftesën dhe pa kërkesën e personit me mec. Pa ftesën dhe pa kërkesën e personit me mec. Dhe kur demoni doli me meci, foli me një herë. Dhe turmat u mrekulluan. Turmat u mrekulluan, thot aty Mateu, thot, turmat filluan thon, ky është biri i Davidit, pra mos është ky biri i Davidit, mos është ky Mesia. Dhe kjo ja caron shumë besoj krerët fetar. Por vini vargun 15, vini re, por disa nga ata than. Lukas na tregon kush janë ata që than. Por ungjilltari Matej thot se ishin farisejt. Ungjilltari Mark thot skribet që kishin ardhur nga Jeruzalemi, pra krerët, kush janë këta ata? Janë krerët fetar, mas shumti. Krerët fetar, mas shumti. Edhe ata thojnë që ai dëbon demonet nëpërmjet Belzebubit, krehut demonëve. Nuk do të ndalem shumë për shpjeguar nga vjen e si rrjedh ky emër që e gjejmë edhe në Dhjatën e Vjetër si Zoti i Ekronit e të Filistejnëve me radhë, që kishte një kuptim si Zoti i mizave, që hebrejt i kishin dhënë një korrotacion si Zoti i plehut, i meturineve, ku mlidhen mizat, rreth çfarë mlidhen mizat. Gjithçka pra në këtë emër për zotat pagan hebrejt ja kishin dedikuar këtë emër, ja kishin për emër për zotat e tjerë, zotin e mizave, të plehut e me radhë, e kishin dedikuar që ky është Satani. Hebrejt ja dedikuan këtë emër drejt për drejt djallit vet. Pra ata nuk mohojnë, ata nuk po e mohojnë këtë mrekulli që ndolli. Mrekullia ndolli përpara syve të tyre. Me mecin e ka njohur gjithë, s'ka folur as i fjalë për kurrë në jetën e tij, dhe tani flet nuk mund ta mohojnë mrekullin, por me që nuk mund ta mohojnë mrekullin, atëherë duan të manipulojnë autorësinë dhe fuqinë nga ka ardhur fuqia e kësaj mrekullie. Disa tjerë për ta tunduar, vini re çfarë thotë, për ta tunduar, për ta vënë provë, për ta kapur, jo me qëllim të mirë, për ta besuar, kërkojnë prej tij një shenjë nga qielli. Këta mu se më duken shumë normal. Sapo Jezusi ka bën një mrekulli, sapo Jezusi ka dhënë një shenjë, një Mehmet që s'ka folur kurrë me një herë flet dhe lavdron Perëndi, këta i thojnë, na jep një shenjë nga qielli, se kjo shenjë në tokë nuk na kryen punë. Na jep një shenjë tjetër nga qielli. Hughes thotë, mosbesimit, në gjëja se kemi folur për mosbesimin. Mosbesimit i pëlqen të minoj, të hell në erë provat e qarta dashurisë dhe të fuqisë Perëndis, në veçanti përmes shpifjes dhe shpifjes o djalli është ati rrenës dhe i shpifjes, duke vënë diskutim një shenjë të qartë dhe një mrekulli të qartë të bëhet direkt prej dorës së Jezusit. David Godin thot, ata që sapo kishin parë një demonstrim të drejt për drejt dhe të qartë të frymës shenjtë. Pra sapo e kishin parë një demonstrim të qartë frymës shenjtë. Dhe nëse e refuzon frymën shenjtë dhe e quan të mirën përfundimtare, shpirtin e shenjtë, e quan që është jetëdhënës, që është krijues, ose e quan të mirën përfundimtare të keqe, dhe e quan vetë vërtetën, gënjeshtër, edhe Zotit nuk i mbetet ma prova. Ai s'ka asnjë shenjë tjetër për të dhënë, apo një shenjë tjetër të veçantë për dikë që sapo e ka pa të gjatë dhe e mohon të vërtetën e qunë pa vërtetë, të mirën e qunë të keqe. Çfarë provë, pse më bën prapë tash me lut, me bën cirk, me bën ekzibicione, sapo dallash një shenjë, më jep edhe një tjetër. Dhe në këtë rast, Perëndia duke ja ka dhënë shenjë dhe ata mohojnë dhe ja atribuojnë të keqen pra të mirën e përfundimtare të keqes, Perëndia në këtë rast qëndron heshtje. Vetë Perëndia këtu qëndron heshtje për t'i lënë ata në mëkatin e tyre. Pra ai s'ka nevojë të flas. S'ka nevojë të flas Perëndia, ata thonë na jep një shenjë nga qielli, po sikur na fliste Perëndia nga rrethët e qiellit. Sepse ai sapo ka bërë një mrekulli dhe një Mehmet që s'ka folur kur foli përmes tij. Ço më të fol më shumë. Dhe thua,
që sa pa folur një person që s'ka folur kur dhe i thua kjo është nga djalli? Ai sa po ka treguar mëshirë dhe këta mëshirën ja atribojnë ligësisë, apo thojnë nuk është mëshirë, në fakt po është ligësia, truk për të manipuluar. Edhe ku është logjika e gjithë kësaj gjajet? Ku është logjika e gjithë kësaj gjajet? Tani dikush mund të thonë dhe shiko. Një mbret që ka një mbretëri dhe ka, po themi, 2000 ushtar, mund për ta manipuluar, për të bërë një truk, mund dhe ta sakrifikoj, ndoshta edhe një ushtar të tij, ta vras, ta hellë si ta nxjerr skiç një ushtar, ta lajt vdes një ushtar tip me idenë që për të bërë një truk më të thonë pra që jam ky mbreti i mirë kur është mbreti i keq, po themi. Por Jezusi nuk është se vetëm një rast. Nuk është se vetëm një rast. Ai i ka sulmuar demonet apo i ka dëbuar demonet. Ai vazhdimisht me dhjetra dhe me qindra. Ai është sikur nëse ashtu është duke shkatruar në mënyrë të qëllimshme ushtrinë e tij. Ne kemi predikuar dhe kemi mësuar nga Luka 4:40-41, thotë kur po perëndonte dielli të gjithë ata që ishin të sëmurë me sëmundje të ndryshme i prunë tek ai dhe ai shëroi duke vënë duart mbi secilin prej tyre. Vini re, dhe prej shumë vetëve, jo disa, ose një, prej shumë vetëve dilnin demonet që bërtisnin dhe thoshin, vini çfarë thonë demonet? Demonet vet kur i dëbën Jezusi, thoshin ti je Krishti, biri i Perëndisë. Kurse farisejt dhe saducejt thonë ky është prej djallit. Me thonë me kenë ma i ligë se djalli. Me ja kalu dhe djallit në ligësi dhe në poshtërsi dhe në manipulim kur vetë djallit, demonet që dëbohen, dalin dhe përtasin dhe thonë ky është biri i Perëndisë dhe këta thonë për Krishtin është djalli. Të tetis të teta, i demonizuar i Gadarena se kemi predikuar, kur pa Jezusin lëshoi një brit madhe ju holl ndërkëmbë dhe tha me zot lart, çka midis teje, meje dhe teje, Jezus, biri i Perëndisë më të lartë. Biri i Perëndisë më të lartë, të lutem mos më mundo, e din djaj që ai mundon, ka fuqi për t'i munduar. Jo vetëm që demonet dalin dhe rrëfejnë Jezusin si biri i Perëndisë, por e gjithë shërbesa ati si shtash ka qenë shoqëruar duke dëbuar demon vazhdimisht. Pra është një logjike thjesht dhe e shëndosh që Jezusi të dëbonte të armisht, dhe nuk do ishte natyrshme dhe logjikshme që ai dëbonte ushtarët e vet nëse të ishte kështu. Dhe këtë logjik përdor Jezusi pastaj vet vini re vargun 19 ai thotë nëse është kështu që unë i kam demonet përmes kryetarit demonëve, atëherë më anë të kujt bojnë bituaj, kur thotë të bituaj ka fjalën për pasardhës, për ndjekësit, për atë të fesë tuaj. Vetë hebrejt në fenë e tyre judaike kishin praktika e ekzorcizmit, që mlidheshin për dëbuar demonet dhe kur ndodhte kjo gjë, nëse ndodhte, ja atribonin Perëndisë. Atëherë pse kjo që ka ndryshe për Jezusin, kur i dëboni ju, demonet është Perëndia është me ju, kur i dëboj demonet ton, djalli është me mua. Funksionon logjika, thotë Jezusi, është logjike thjesht. Por nëse unë i dëboj demonet me gishtin e Perëndisë, vini re vargu 20, është vargu i rëndësishëm, nëse unë i dëboj demonet me gishtin e Perëndisë, Mateu thotë me frymën e Perëndisë, në sinonim gishti i Perëndisë do thotë fuqia apo fryma e Perëndisë, mbretëria e Perëndisë ka arritur te ju. Tu është mbretëria e Perëndisë, unë jam mbreti, kjo është mbretëria. Tani ligji i Perëndisë, kjo fjala gishti i Perëndisë apo fryma e Perëndisë. Tek ligji për trirë 90, Mojsiu pra merr dhe shkruan, merr pllakat kur zbret nga mali dhe merr pllakat. Dhe Mojsiu thot Zoti më dha 2 pllaka guri. Një re, të shkruara me gishtin e Perëndisë, në të cilën ishte shkruar fjala e Zotit. Me gishtin e Perëndisë, Perëndia vetë me gishtin e tij shkruajti pllakat, 10 urdhërimet, dhe atë bëhet gishti i Perëndisë vetë Perëndisë. Dhe Jezusi thonë nëse unë i dëboj demonet me gishtin e Perëndisë, pra jam unë dhe ati bini re lidhjen. Gjithashtu tek Eksodi
8:19, kur Mojsiu shkon tek faraoni dhe bën mrekullitë ndryshme, në vinë ato shenjat, mizat e tjerë. Dhe ata përpiqen dhe ata magjistarët të imitojnë mrekullitë e Mojsiut. Mani mend që ai helli zgjarpën, ata bajnë një zgjarpër për zgjarpi i Mojsiut, e hanë zgjarpën e tyre duke thënë që kjo është fake, nuk është një mrekulli, por është një truk, se mrekullia e vërtet qëndron. Pastaj janë disa mrekullie, po disa shenja që magjistarët nuk mund të imitojnë. Atëherë magjistarët i thanë faraonit, kjo mrekulli këtë që i bën Mojsiu, nuk janë si truket tona. Inë që thonë vetë magjistarët. Atëherë magjistarët i thanë faraonit, ky është gishti i Perëndis. Ky është gishti i Perëndis, dora e Perëndis në këtë mrekulli. Por zemra faraonit u ngurtësua dhe ai nuk dëgjoi Zotin. Tani vini re, kur Perëndia e çliron popullin e tij nga skllavëria, ai e çliron me anë të gishtit të tij apo gishtit të Perëndis. Në të njëjtën mënyrë Jezu Krishti tani që e çliron këtë burr nga skllavëria e djallit, nga mamicëria e tij, e çliron, e bën të lirë me anë të gishtit të Perëndis, me anë të Shpirtit të Shenjtë. Biri i Perëndis është këtu, mbretëria e Perëndis është këtu, fuqia e Perëndis është këtu, thot Jezusi. Dhe jep një shembull tjetër që tregon jo vetëm që e bën me frymën e Perëndis këtë mrekulli, jo me frymën e djallit apo të ligut, por që është edhe me i fortë, edhe e mund Satanin. Ai thot kur don me grabit një shtëpi, e një i fortë është i armatosur për ta mbrojtur shtëpinë dhe për ta mbajtur të sigurt në paqe, thot atje për atë që ka, ose për ta kontrolluar këtë me mecin apo slevrit e tij. Por kur vjen një më i fortë se ai, çfarë bën? Ai e çarmatos, s'pari i heq armët, se nëse si heq armët s'mundesh me çliru ata që ai poruan. I heq armët, e çarmatos. Për çliruar pastaj plaçkën apo atë që kishte marrë peng. Vetë fakti që Krishti e kishte çliruar njeriu me mec, që ishte peng nga kthetrat e Satanit, ishte provë mjaftueshme, dëgjoni këtë, sa ai nuk ishte në emër të Satanit, por edhe që ishte më i fortë se Satani vetë, dhe padyshim që e kishte mposhtur atë. Jezusi e mundi Satanin për çliruar njeriu që është peng. Që pra për me çliruar atë që e ka marrë peng, nëse unë kam marrë peng dikën, edhe vinë forcat speciale, do thotë që janë më të forta se unë, nëse ma çlirojnë pengun, se nëse s'mundem me çliru, do thotë që unë jam më i fortë se ata. Është kaq e thjeshtë. Dhe ndritën e kësaj Krishti jep dy paralajmërime të forta. Kush nuk është me mua, është kundër meje. Dhe kush nuk mbledh me mua, është përndan. Pra në këtë konflikt hapur mes Satanit dhe Jezusit, nuk ka vend për neutralitet. Tani ngjoni këtë sa është e rëndësishme. Shpesh ne kur na të fol për një temë, kena qef shumë që mos më aprish as këtyn e këtej që më ne kështu as këtyn ne marrim si një pozicion neutral. Themi atin që unë mendoj, mund të jetë kështu, mund të jetë edhe pak kështu, ose 70% kështu, me 30% ashtu. Natyra e konfliktit këtu e imponon çdo njeri të marrë një vendim ose pro Jezusit ose kundër Jezusit. Se Jezusi nuk mund të jetë 30% nga djalli dhe 70% nga Perëndia, ose ka pak drejt ky edhe pak drejt ai. Ose gjysmë drejt ai e gjysmë drejt ky, nuk mund të qëndrojmë neutral. Në këtë konflikt të drejt për drejt, ku thuhet Jezusi o është nga Perëndia, o është nga djalli, njëra është e vërtetë. Dhe ne duhet të pozicionohemi dhe s'mund të luajmë lojën, po unë s'jam i sigurt. Ka disa herë që nuk është kështu. Në një rast tjetër, ne kena predikuar tek 9:49-50 kur një person po ungjillizonte, po predikonte Jezusin, por nuk i ndiste dishepujt, mani me dishepujt përpiqen t'i ndalojnë, i thotë Jezus ai nuk na ndjek neja, t'ja ndalojmë se ai po bën mrekulli dhe po predikon dhe po të bën demonet. Jezusi thotë mos ja ndaloni. Sepse kush nuk është kundër nesh, është me ne. Por atje është duke ungjillizuar, atje është duke predikuar, është duke bëshë orë, s'ka rëndësitë që patjetër të më kenë në rreshtin tan. Por kur vjen puna për një gjë kaq radikale, kur vjen puna për të thënë nga është e kush është Jezusi, nuk ka neutralitet.
apo s'nuk ka përqindje. Është njëra o tjetra. Të jesh neutral është ti thuash Jezusit jo, apo ti thuash Jezusit është nga djalli. Ta tralltosh atë me mos besim. O je në Krishtin o je kundër ti. Edhe sot na kërkohet vëllezër mota gjithëve ne që jemi këtu, që të deklarohemi, që të përcaktohemi, që e Barceleta që kam tregu, përcaktohemi, jo të rrim mes, asne, po të përcaktohemi a jemi në Krishtin, a jemi me Krishtin, apo kundër ti. Në pjesën e dytë, parën thamë dëbimi i demonit, aja është në pjesën e parë aja dëbën demonin dhe jep logjikën e arsyetimin me këtë dy shembuj që janë prej Perëndis. Pjesën e dytë do shohim kthimin e demonit. Kthimin e demonit. Jezusi pastaj në këto dy vargje na mëson që jo vetëm s'mund të jemi neutral ndaj Jezusit, por gjithashtu s'ka vend as për të lënë hapësira boshe. Nënvizoje këtë. Jo vetëm që s'mund të jemi neutral kundrejt Jezusit, por nuk mund të lejmë hapësira boshe. Çfarë do thotë? Sa do mirë që është të bosh një demon, sa do mirë mrekullie e madhe ta është të bosh një demon nga një person, kjo nuk është e mjaftueshme. Kjo nuk është e mjaftueshme. Neutraliteti dhe lënia e boshllekut është e rrezikshme në botën shpirtërore, po edhe në atë fizike. Sepse ato gjithmonë këto hapësira do të mbushen nga diçka apo nga dikush. Nëse Jezusi të çliron nga pushteti i ligut, ai çliron për çfarë? Për të zotëruar vetë ai ty. Që ose ti ke një zotëri tjetër, një zot tjetër, je skllav i dikujt tjetër, kur ai të blen dikush nga sllavaria, ama në tregun e sllave, është unë jam dikush është skllav im, unë e shes, jep certifikatën, ky skllav im bëhet pronësia e atij që e blen, nuk është neutral, nuk është pas zotëria e sllavi. O do e sllavi im, o e do e sllavi atij që e blen. Nuk mund të jetë jashtë kërkuj. Edhe vetë Perëndia, kur e çliroi popullin e tij nga sllavaria e Egjiptit, me anë gishtit ti, e çliroi për çfarë? Për ta çuar në tokën e premtuar dhe për të qenë Zoti i tyre. Që ata ta adhuronin përjetësisht, ai të zotëronte ata. Vëllezër motra, ne s'kemi nevojë, gjëja këtë se kjo është shumë e rëndësishme këtë çfarë do flasim. Ne s'kemi nevojë për reformim apo për edukim fetar, për të reformuar jetën tonë, apo për edukim fetar. Ne kemi nevojë për ripërtritje, apo ne kemi nevojë për rilindje shpirtërore. Reformimi pa ripërtritjen e shpirtit dhe pa banimin e shpirtit shenjt është i pamjaftueshëm, por për më tepër është i rrezikshëm. Jo që është i pamjaftueshëm, por është i rrezikshëm. Gjëja këtë. Reformimi i përkohshëm dhe moral, apo sjellja e mirë, është apo edukimi fetar, është i pamjaftueshëm, apo mësimi i doktrinave është i pamjaftueshëm. Dgjoni këtë se është një rrezik eminent për ne. Ne mund vim në kishën tonë, lavdi Perëndis, kemi mësime të mira, doktrina të mira, edukim të mirë, rregull të mirë, dhe ti mund edukohesh, mësohesh edhe të kesh një reformim, edukim së jashtëm, mund të bash dukje si një besimtar i mirë. Pa qenë i rilindur dhe pa qenë i zotëruar prej Perëndis dhe shpirtit i tij të shenjtë. Pa qenë zëvendësuar zotërimi i tij. Nëse një burr apo një grua është i zbrazët, pavarësisht se është hequr demoni apo ja hequr e liga, apo është i zbrazët dhe pa Perëndin, çdo mëkat dhe çdo perversitet është i mundur për të. Gjoni këtë. Mund çudi pastaj thënë, po ky ka në kish, si ka mundësi e bëri këtë mëkat, si e bën atë, si e bën atë. Çdo mëkat e çdo perversitet është i mundur për atë që është i zbrazur dhe pa Perëndin. Pika kryesore, thot Mill, e kësaj historie është s'ka shpresë tek një reformim moral, apo i jashtëm, apo i sjelljes, apo i edukimit fetar, pa rilindjen shpirtërore. Një person i çliruar nga frymrat e liga, po i pa zotëruar prej shpirtit të shenjtë, mund të rezultojë në një rrezik më të madh dhe në fund në një rësirë më të madhe se sa s'parë. Se mirë kur thej ai demoni thot merr do shësni, e bën ma tallava se ka kënë. Morris thot, asnjë njeri s'mund të jetojë për një kohë gjatë
Dikush mund të vijë, mund të hiqet, mund të duket, askush s'mund të jetoj për një kohë të gjatë. Një jetë morale në një boshllëk shpirtëror. Gjeni këtë? Nuk mund të jetoj dikush një jetë morale, herë avon ka mu përplas. Një jetë morale me një boshllëk shpirtëror, pa qenë i zotëruar dhe udhëhequr prej Shpirtit Shenjtë. Mbretëria e Perëndis nuk sjell një boshllëk të tillë në jetën e një personi. Është fitore mbi të keqen kur e keqja largohet dhe zëvendësohet me të mirën dhe me Zotin vet, thot Morris. Gjoni, kjo është fitoria e vërtet. Kur e keqja largohet, kjo është 50%, por pastaj kur zëvendësohet me Zotin vet, kjo është. Pra nëse nuk mbushet me Zotin dhe e keqja kthehet pastaj në numër më të madh, kjo është një humbje dhe një dështim, nuk është një fitim. Është një humbje në fakt, ma një valon me 1. Është një humbje në fundit. Vëllezër motra, ne kemi parë edhe shembuj. Në kishën tonë apo në kisha tjera që mund të jetë që kanë ardhur për një kohë në kishë dhe duket si jetojnë një sjellje të mirë dhe moral dhe pastaj i largohen. Dhe janë bërë dhe mund t'i shohin pastaj në botë edhe më keq se ç'kanë qenë kur kanë ardhur s'pari në kishë. Në fakt tek 2 Pjetri e lexojmë këtë gjë. S'keni nevojë të shkoni atje, por unë do të lexoj për ju, por te 2 Pjetri 2:20 edhe thot, sepse nëse ata që arratisen nga ndyrësitë e botës mante njohje Zotit dhe shpëtimtarit Krishtit, nëse përsëri ngatërrohen nga këto dhe munden gjendja e tyre e fundit është edhe më e keqe se e para, sepse do të jetë më mirë për ata të mos kishin njohur rrugën drejt, pa mos e kishin kuptuar fare intelektualisht, po me ditë se çajnë të thul. Se sa pasi e njohen, t'ja kthejnë shpinën. T'ja kthejnë shpinën së vërtetës, urdhërimit të shenjtë që është dhënë. Por atyre u ndolli, çfarë u ndolli atyre thotë, po ishte besim. E tha vllai herën tjetër. S'kan qenë me ne, të një gjonit. Se të poshtë kishin qenë me ne, do kishin qëndruar me ne. Edhe thotë, por atyre u ndolli çka thot një fjalë e urtë dhe e vërtet, qeni u kthyen vjellat e veta dhe dosa e larë u kthye zhgryhet në baltën e vet. Asnjësia na çon nga e keqja vetëm, pra nuk na shiron, na duket, por nuk na çon kun. Vetëm zotërimi i përditshëm nga Zoti na mban ne, vëllezër motra. Vetëm zotërimi. Natyra jon, pse kemi nevojë për zotërim? Pse kemi nevojë për ne pyeta, a jemi të mbushur në Shpirtin e Shenjtë? Natyra jon e rënë është e kapur nga dobësia morale. Natyrshëm ne bëna lën asnjëns. Po çfarë më bëmë lën i person i fëmijë kur lind? Çfarë mëson fëmia? Çfarë bën sillet keq apo sillet mirë? Keq. Duhet me edukuar, me çon në shkollë, me mësuar, me punë kishë, me çon mësime, me kush ka herë, me bëmë me sjell mirë. Në neutralitet, po ta lajm ndryshe nga çfarë thoi një fe tjetër që një fëmijë lindi bardhë dhe çfarë të shkruash në të, nuk lindi bardhë, lind katar. Dhe ta lësh natyrshëm në natyrën e tij, shkon për keq. Ti mund t'ia heqësh demonin e lën natyrshëm të bardhë, nga shkon e bardha, nga zeza. Natyrshëm. Për shkak se dobësia morale ka një tendencë të shkojë nga e keqja, nga e errta, thot Majl. Ndaj na kërkohet, vëllezër motra, shumë e përditë vazhdimisht të kontrollohemi, të mbushemi, të drejtohemi, të udhëhiqemi prej Zotit vet, prej Shpirtit Shenjtë. Prej Shpirtit Shenjtë. Tek 1 Pjetrit edhe një varg edhe pastaj do ta mbyllim. Një Pjetrit 1:3-4 thot: por një trashëgimi të paprishme, të panjohur, pa shfishur që është ruajtur për ju në qiell. Falë se nga trova. Edhe të tjetrit e 22-shi. Se kam gatruar varagon. Falë të 2-shi. Me anë të cilave na u dhurua premtimet shumë të mëdha dhe të çmueshme me tyre të bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore,
pasi u arratiset nga prishja që është në botë për shkak të epshit, na kërkohet të arratisemi e të mbushemi natyrën hyjnore të Perëndisë, të kontrollohemi prej Tij. Vëllezër, motra, nëse nuk jeni në Krishtin, vrapot e Krishti, apo ejat e Krishti, apo shikot e Krishti që e kemi mësuar dje tek takimi i burrave. Krishti është biri i Perëndisë. Dhe çdo handikap shpirtëror ai mund ta largojë me anë të shpirtit të Tij të shenjtë, me anë të gishtit, me anë të fjalës së Tij. Por nuk shkojmë te Krishti vetëm për të na larguar apo të na shliruar nga handikapi. Së fundit kemi nevojë të mbushemi me Krishtin vet, të zotrohena prej Krishtit vet, të jemi të Tijët, e të kontrollohemi prej Tij. Jo përshuar prej Krishtit, më thonë, na liro Krisht, na bën të lirë, tani e udhëheqim vetë jetën tonë, edhe për t'i lënë drejtim vetë, se ndryshe shkojmë mbrapsht. Krishti është prej Perëndisë. Mrekullitë e vërteta dhe gjenuine i bën vetëm Perëndia, djalli jo, bën truke. Por nga ana tjetër, nëse Krishti të ka bërë të lirë, kërkoj atij që të zotrojë, kërkoj atij që të udhëheq. Nuk ka vend për neutralitet dhe s'ka vend për hapësira boshe. Ka në vend vetëm për të mbushur, për të udhëhequr, për drejtuar prej Tij ditë pas dite, e ditë pas dite. E lavdi Perëndisë ne, ndryshe nga Memeci, e kemi gojen edhe privilegjin për t'i drejtuar Perëndisë tonë në lutje. Edhe nuk e shpërtëzojmë shumë. Nuk e përdorim për gjithçka tjetër. Veç të për i thanë Perëndisë faleminderit, apo të lutem për të shkuar taj lutje. Le të jetë kjo javë mirënjohje për ne, të shkojmë më shumë tek Perëndia në lutje, kërkojmë ai të na udhëheqet, na mbush, e mos lajmë hapësira boshe. Amen? Le të lutemi bashkë. O, atë falenderojmë për këtë fjalë, për këtë pasazh, e për shpirtin tanë të shenjtë, që është mrekulliborës e jetëdhanës. O Zot, ne të lutemi Ty e shpirtit tanë shenjtë, jo vetëm për të na çliruar nga i ligu, jo vetëm për të na pastruar nga mëkati, por gjithashtu për të na zotruar, për të na mbushur, për të na pushtuar ai vetë, dhe për ta udhëhequr jetën tonë vazhdimisht, e ditë pas dite. Kërkojmë, o Zot, hir prej Tejt, e favor prej Tejt. Rrëfejmë që kemi nevojë për Ty. Në budallikun tonë mendojmë shpesh që mund ta udhëheqim e drejtojmë jetën tonë vetë në neutralitet, por nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ndaj na mëso të varemi, të mbështetemi, të mbushemi, të kontrollohemi prej shpirtit tanë të shenjtë. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen.